Zonja dhe zotëri, përshëndetje, miqëserdhet në Ora News në Sport Magazin. Ndeshja më e gjatë e kombëtarës së Shqipërisë e historisë saj, 3 pikë mjaft vlefshme, 265 ditë për të marrë një 3 pikësh të lodhshëm, të bukur, të vuajtur, mbase edhe më i lakuari në historinë e futbollit shqiptar. Kemi 10 pikë, shkojmë drejt Francës, falë vendimit të Lozanës. Sot në studio kam një panel ku është Edmond Dalipi, trajner futbollist, trajner i Kukësit Dinamos, ndihmës trajner i Kukësit, trajner i parë i Dinamos, librazh dhe shumë skuadra, por protagonist me ekipin kombëtar gjithashtu. Faleminderit për ftesën. Normal edhe ky 3 pikë që ne morëm, e tha dhe vetë fillimi, ishte vërtet një 3 pikë i vujtur, një neshje e stërgjatur, por doli në fund e fjalë e popullit që e drejta vonon, por nuk harron. Okej, ju që keni atë fanelën e keni veshur të kombëtare, se keni ndjer atë emocionin e fushës, si u ndjeve në atë moment kur drejtësia tha fjalën e saj? Normale, domethënë si çdo, jo vetëm ne që kemi ndjer, por edhe si çdo shqiptar, domethënë ishte një gëzim tek e fundit, domethënë e meritoshim këtë 3 pikësh. Është një 3 pikë që kemi shumë shanse për që në Francë. Okej, do shkojmë më vonë do flasim për këtë. Avokat, përshëndetje, përparim Rama. Jo vetëm i gëzuar, po flasim edhe pak për avokati. Kemi luajtur mirë në këtë fushë? E para herë do t'ju falenderoj se është hera parë që vi. Kam marrë pjesë në emisionin sportiv, po këtu është hera parë. Ju falenderoj dhe që më jepni mundësinë të them diçka për këtë eveniment. Padyshim që avokatët tonë, flasë për avokatët shqiptarë, unë i kam dëgjuar madje edhe këtu në studion tuaj. Sot kam pas rast të njifem me arsyetimin e vendimit, dhe më ka ardhur mirë që shumë gjëra që ka thënë avokati në këtë panel edhe në emisionet tjera, janë materializuar. Okej, do i themi analitikisht sa të bëjmë dhe prezantimin e gjithëve, do shkojmë atje, vetëm sa për një batut parë. Okej, drejtësia? Patjetër, e vonuar, por erdhi. Kjo është e rëndësishme. Ferdinand Jaku, presidenti një ndër ekipeve më të vjetra në futbollin e femrave, kemi tashmë, është një realitet në Shqipëri, Juban Dania. Mjemrava mi që gjithme. Përshëndetje. Okej, edhe futbolli femrave prezent tashmë. Normalisht, unë njësën me kombëtarin e futbollit të meshkujve dhe futbolli femra të shë vazhdojnë rrugën e saj dhe shpesim. Si është përjetuar 3 pikësh në Shkodër? Është festuar, kudo është festuar. Një emocion i sërgjatur, si që theksuat përpara, dhe finalizu me 3 pikë të vleshme për ka pasur fest. Një fest të madhe. Natyrisht ka pasur fest edhe në rrjetet sociale, ka pasur fest gjithandej në çdo pjesë të Shqipërisë dhe jo vetëm, gjithë hapësirën shqiptare kudo ku ka qenë. Ne kemi edhe gazetarin Glendi Tafaj, si zakonisht në studion numër 2. Po Glend, përshëndetje. Po Altin, mirë mbrëma dhe të ftuarve që kena studio. Mbrëma. Vazhdon parti në rrjetet sociale? Rrjetet sociale nuk kam për të ndalur deri në sfidën me Serbinë, kam përshtypjen sepse pritej për shumë muajsh ky vendim, madje arritëm deri të mos besonim tek drejtësia, gjithë shqiptarët pas verdikteve të disiplinës dhe komisionit të apelit UEFA-s, menduam që drejtësia nuk ekziston në këto komisione, por për fat të mirë ka gjykatë Lozanës, ka njerëz që e shohin me detaje atë çka ishte evident në fakt. Dhe në fund morëm jo më shumë se çka meritonim, sepse ajo çfarë ndodhi mbrëmjen e 14 tetorit ishte e qartë dhe u zgjat ndoshta për kapriçet të një institucioni si UEFA, por që tashmë pak rëndësi ka. Ne kemi 10 pikë dhe kjo është kryesori Altin, fitoria u mor, ashtu si thatë Bjazi, të shohim në të ardhmen dhe festën e ta vazhdojnë tifozët, por jo lojtarët e skuadrës tonë sigurisht. Okej, pas reagime në rrjetet sociale, Glend, natyrisht ka pasur mediat serbe janë... Mediat, jo vetëm sociale, por edhe mediat në Serbi kanë reaguar. Mediat në Serbi janë shfrenuar Altin vendim skandaloz, një turp për drejtësinë ka cilësuar vetë Federata Serbe e Futbollit, pra një vendim që e ka ndërguar deri në politik, pra, dhe sigurisht kanë drejtën thonë që të duan, sepse nuk mund të ndaloj njëri, por gjithsesi duket disi e çuditshme që shteti shqiptar të ketë aq ndikim sa që të ketë ndërhyrë tek Lozana, domethënë duket më shumë një zvarritje e mediave serbe për diçka që ishte evidente dhe duhej marrë shumë më shpejt ai vendim, por që gjithsesi e quajnë skandaloz të turpshëm dhe le të thonë ç'të duan tashmë neve pak në intereson. Okej, Glend, ja shikojmë se çka kanë thënë në mediat e huaja në lidhje me 3 pikën e Shqipërisë.
Vendimi i gjykatës së Lozanës për t'i dhënë pikët Shqipërisë në sfidën e tetorit të shkuar përballë Serbisë, sigurisht është shpritur me entuziazëm të madh në vendin tonë, por edhe në Kosovë. Mediat shqiptare por edhe ato kosovari kanë kushtuar vëmendje maksimale ngjarjes kryesore të ditës, ku kombëtarja shqiptare më në fund fitoi drejtsinë e munguar pas vendimeve të mëparshme të UEFA-s. Kryesisht në portalet kosovare nuk ka munguar as ironia ndaj serbëve dhe ndaj kreut të UEFA-s, Michel Platini, ndërkohë që ky vendim provokoi reagime të ashpra në mediat serbe, që e cilësuan skandaloz verdiktin në fjalë. Madje Telegraf shkon deri aty sa e cilëson vendimin e kasit si dronin e dytë të shqiptarëve. Të zhgënjur, ato e quajnë si fitoren e një kombëtarje, e cila nuk bëri asgjë në fushën e lojës. Por vendimi i gjykatës së Lozanës ka bërë jehon edhe në Itali, ku edhe për shkak të trajnerit Gianni De Biasi. Ku mediat e Gadishull të Apenin fokusohen kryesisht në faktin se gjykata arbitrale sportiv, me fitoren e akorduar për Shqipërinë, përgjigjështron institucionin drejtues të futbollit evropian UEFA, e cila në vendimet e saj i ndëshkoi kuqezint. Dërsa britanika Daily Mail shkruan se Shqipëria pas akteve të dhunës, që ndërpren sfidën me Serbinë, tashmë është shpërblyer me 3 pikë. Reagimet shumë të avokat përsa i përket kësaj ndeshje? Shiko, ju keni ftu si avokat, po për të bërë vlerësim rreth kësaj ndeshje, s'është nevoja të jesh edhe avokat. Në gjithë të ndeshje, në gjithë ecurinë e saj, ka shkelje të jashtëzakonshme, nga pala serbe dhe nga UEFA. Shkeljet ka nisur shpejt, nuk ka nisur thjesht ditën e ndeshjes. Për mendimin tim, është bërë gabim nga UEFA që është pranuar presioni palës serbe që mos shkonin tifozë shqiptar. Ka qenë gabim i rënd që i është nështruar faktit që ata thoshin mos duken flamur shqiptar. A ka vend botë që tifozët shkojnë pa flamur? Okej, mos e shkojmë gjithë sa se do humbim me kohë. Rëndësi ka do desha të them. Desha të them se kjo ishte një ngjarje e paralajmëruar që do ndodhte. Pavarësisht dronit, ishte droni si ishte ndrodhi, aty do ndodhte skandali. Okej, drejtësia si ka luajtur, këtë do desha. Drejtësia fillimisht ka luajtur shumë keq. Ajo ndeshje nuk kishte nevojë madje për t'i bërë gjyq. Ata gjyqin ja bën vetes me pritjen, me sjelljen, tek UEFA, gjithë historia. Me dhunën, me të gjitha. Unë nuk e pritësha me thënë drejtën që UEFA do merrte atë vendim. Ai ishte një vendim shumë zhgënjus, shumë i anshëm dhe krejtësisht i padrejtë. Loja e avokatëve shqiptarë si ka qenë? E shkëlqyer. Më vjen mirë e thash edhe më përpara, unë i kam dëgju avokatët shqiptarë, kam dëgju kolegun tim Envi Icka këtu ke Juve, dhe kam parë që arsyetimi që ai ka përdor këtu në media është materializuar dhe në faqet e vendimit. Nuk, padyshim që këta morën dhe studiet tjera, Federata Shqiptare, studiot huaja, shumë profesionale, por mendoj që avokatët shqiptarë kanë tregu nivel shumë të lartë. Kjo është e rëndësishme. Një ndeshje Dalipi ku nuk kanë qenë vetëm tifozët, në një ndeshje ku futën kriminalet në fush, ku futën në lojë njerëz security, njerëz zakond, një ndeshje që donte 265 ditë që dhe më shumë që të merre rezultati, ndeshja më e lakuar e kombëtarëve të Shqipërisë, u futën në lojë kryeministra, politikan, gjithçka. Kjo është sepse tha dhe pak avokati më parë, domethënë Serbia e humbi ndeshjen që pa fillu. Edhe në qoftë se kjo zvarritje që u bë kaq e gjatë, domethënë erdhi në sajtet, domethënë ndeshja si shmbaroi, domethënë duhet të kishte mbaruar që në UEFA, por nuk e marr vesh se si e kanë gjyku UEFA këtë lloj vendimi, duke ditur që edhe arbitri vetë ishte kontradiktor. Sepse nuk ka, edhe në bazë rregullores, domethënë si e përmban rregullore futbollit, në bazë rregullores edhe arbitri ka komplet kontradiktor, sepse nuk ka dalë as vetë në fush. Nuk doli që të fshëllën 3 herë, sipas rregullores. Sipas rregullores, ai duhet t'japi urdhër. Duhet i ftonte ekipin, duhet të thoshte ekipit. Jo duhet i ftoj, po duhet t'japi urdhër të prerë, domethënë ndeshja fillon. Edhe i bilit. Ai u mjaftua vetëm me një mendim që u mori. Del një ekip. Po si mund të kthehet tha De Biasi në kopshin zoologjik ku Luani ishte lëshuar. Është shpreha famshme e De Biasit që bëri famë. Në qoftë se do më lejosh të them diçka si avokat. Këtu UEFA shkeli disa parime shumë të rëndësishme, edhe procedurale dhe parimet përgjithshme të drejtësisë. E para shkeli precedentin. Ne kemi parë që për raste shumë më minore se kaq janë dënuar ekipet. Le mos shkojmë larg në ndeshjen e fundit në Malëzimit midis Rusisë dhe Malezisë, nuk ndodhi ndonjë ataka që madhe. U penalizua direkt ekipi Malezi dhe mori ndeshjen tavolinë ekipi rus menjëherë. Nuk ndodhen këto hatara, absolutisht. Kemi
pas precedentë të tjerë për një thirrje raciste, është penalizu fusha, është dhe në fusha. Atje, unë kam një informacion të hollësishëm se një miku im ishte diplomat, ka qenë i ftuar nga një punonjës i ambasadës amerikane në Beograd dhe ka parë ndeshjen në tribunat ku nuk ishin spektatorët shqiptar. Ai më ka thënë hatara, nuk ishin vetëm thirrje vritinin shqiptarët, ishin thirrje fyese në korë të gjithë stadiumit, me nana, me motër, sharje në korë, është fyshkëllyer himni. Vetëm këto mjaftojnë që të penalizoj ekipi serb. Nuk është e vërtet se ka pas grupe, ka qenë i gjithë stadiumi me një histerit pa parë. E dyta, nuk kishte si t'i thoshat ekipit që mund të kthej në fushë, sepse aty ka një parim të rëndësishëm, është e drejta jetës. E drejta jetës është integriteti i njeriut, i trupit, i personit, është numri 1 në fushën e së drejtës. Ata, lojtarëve shqiptarë ju rrezikoi jeta po të ktheshin në fushë. Dhe vetëm për këtë fakt, arbitri madje as nuk duhet i bënte thirrje. Pra, janë shkelur disa parime shumë të rëndësishme nga gjykata e UEFA-s. Pra, u shkel precedenti, që në rastet të tjera kanë vepruar, u shkelen rregullat bazë të cilat ata i kanë caktuar vetë. UEFA është një organizat ashtu si dhe FIFA, që janë shumë vendosur ndaj shfaqjeve raciste. Është goditur UEFA nga ky vendim? Patjetër, duhet dini edhe gjë tjetër. Dërgata shqiptare, delegacioni shqiptar është pritur që në aeroport, sikur aty shkoj një band gangsterësh. Unë nuk kam vrejtje për ekipin, reagimet ekip, ata djemë tani meritojnë një falënderim të jashtëzakonshëm. Do t'ja bëj këtu sepse janë treguar me zemër të madhe, zemër luan, na kanë përfaqësuar denjësisht dhe përballë atij presionit të jashtëzakonshëm që fillon që me fyshkëllimin e himnit e me radhë, patën një stepje në fillim të lojës, po e morën vetë dhe me kurajo, me guxim e arritën ta barazojnë lojën edhe madje mund të shënonin. A ka ndonjë shans avokat që mos zirohemi shumë, sepse minutat janë të vlefshme. A ka ndonjë shans serbët që të riapelojnë përsa i përket këtij vendimi, sepse ka shanset janë pothuajse zero, sepse gjykata superiore mbi gjykatën e Lozan nuk merret vetëm me anën procedurale. Gjykata federale që thonë që gjykata federale merret në qoftë se gjykata Lozanës ka bërë në një shkelje procedurale, jo të gjykimit të çështjes në thënë. Kjo është. Ata mund të apelojnë, por shanset janë minimale. Gjykata e Lozanës e ka zgjatur shumë gjykimin, ka bërë një vendim shumë të qartë, shumë të pastër, shumë të peshuar, nuk ka shanse. Megjithatë, unë gjykoj se nuk është kaq shumë e rëndësishme kjo ngjarje thjesht ke 3 pikët. Po sepse Federata Serbe ka thënë që ne do shkojmë akoma. Ata do shkojnë, ata do t'i bëjnë gjitha. Ajo që më bën përshtypje mua është që pala serbe, duke futur edhe politikanë të mëdhenj që kanë qenë në stadium, nuk e kanë fare ndjenjën e faljes, të kërkojnë falje ndaj saj çështje. Edhe kjo egërsi që ata manifestojnë është i turpëron ata. Në gjithë të ngjarjet ata kanë dalë turpëror. Do thëshë 2 fjalë edhe për dronin që jemi dënuar 100.000 euro. Ka qenë një vendim konformist sepse nuk ishim se dënoi Federata Shqiptare, nuk ishte asnjë lidhje me dronin. Mund të dali kush do, ne as edhe tani nuk e dim saktësisht se kush e hodhi dronin. Unë kam vrejtjet e mia për atë dronin, nuk dua t'i them këtu, por do ta ketë, por nuk e quaj në gjë të madhe. Çfarë lidhje, pse që nga fajtore, Federata jonë në një stadium të huaj, që ai kishte detyrë t'i merrte masat, edhe nuk mund të ri këtu pa përmendur deklaratën, po të them tamam me atë që meriton idiote të Platinis, që tha po sikur droni kishte bomba. Atëherë unë mund bëja një kundrapyetje, po sikur ato bombat tymuse që hodhën ata dhe fishes të ishin bombat vërtet. Prandaj në gjithë të çështje, reagimi i presidentit UEFA-s personalisht dhe i UEFA-s në përgjithësi ka qenë jashtëzakonisht i keq. Kemi 10 pikë tashmë. Çfarë po bëhet në Shkodër? Po punohet në stadium se ju jetoni aty në atë qytet çdo ditë? Në Shkodër po punohet në stadium Lori Boriqi dhe me rritje të larta me të vërtetë, me shpresën që në ndeshjen me Serbinë të luhet në Shkodër dhe të zhvillohet një ndeshje futbolli, të mos ketë as politik, as pjesën e agresivitetit brenda. Do jetë një ndeshje ndërlikuar. Ndeshje ndërlikuar do jetë. Ndoshta këtu do
të kthem pak mrapa, ndoshta UEFA nuk do ta kishte bërë këtë tentativë që të përballë Shqipëria me Serbinë, pasi edhe historitë nuk tregojnë një miqësi. Edhe me Greqinë. Do të ishte, jo, me Greqinë më ndryshe. Nuk është më ndryshe. Jo, me Greqinë. Disi më ndryshe, me qetë, ndërsa me Serbinë kemi historikisht në konflikte. Megjithatë ato dinve. 10 pikë Dalipi tashmë janë mirë për kombëtarën shqiptare, se duke e parë gjithmonë në rolin e trajnerit tashmë dhe ish lojtarit e ekipit. Jo 10 pikë janë mirë, po janë shumë mirë. Duke parë në 4 neshje, kemi 10 pikë, po mos harrojmë kemi dhe një neshje më pak, sekundështar. Sepse si Danimarka dhe Portugalia ka nga 5 neshje, kurse ne kemi 4 neshje në 10 pikë. Por këtu janë, këtu është edhe pika për kyçe, si që tha dhe trajneri, si që tha dhe Bjazi, neshja me Danimarkën është neshja që të paktën neshja që nuk duhet humbur. Sepse në qoftë se me rezultat pozitiv në Danimarkë, pothuajse shanset tona rriten për të shku direkt në Francë. Barazimisht. Sepse kemi dhe shansin neshje jashtë. Sepse edhe Danimarka pasaj do përplasë direkt me Portugalinë, ne kemi neshjet, por normale neshjet, ne bëjmë llogaritë kështu, por neshjet merren një nga një dhe neshja më rëndësishme për kombëtarin tonë është neshjen që kemi në Danimarkë. Domethënë një rezultat pozitiv aty, domethënë ne i afrohemi sa më shumë Francës edhe gjithë populli shqiptar pastaj do të gëzojë. Ka një gjë, ka një faktor shumë pozitiv që ekipi jonë vitet e fundit nuk luan më si inferior. Kemi bërë një barazim para disa vitesh në Portugali, po ka qenë një 19 minutësh vujtjesh edhe për ne që e pam, se nuk bëm një rast, nuk mbyllëm, kurse tashti, në vërtet, fituam Portugali, bëm një gol, po humbëm dhe raste. Vajtëm, lujtëm në Francë një ndeshje miqësore shumë dinjitoze, erdhëm këtu, bëm një ndeshje dinjitoze. Pra, djemt tanë tashin nuk kanë frikë, janë mësuar të luajnë barabartë dhe kanë kriju fizionominë e tyre. Unë kam besim që në Danimarkë do marrë një rezultat pozitiv. Okej, le të shkojmë tek Kupat e Europës, shikojmë se çka kanë zhvilluar ekipet shqiptare në sallonet e mëdha të futbollit evropian, gjithmonë jemi gati, si çdo verë. Një ekip i kualifikuar, Kuksi, vazhdon në ëndrrën për të përsëritur suksesin e vitit shkuar. Sërish do doja të lidhesha me gazetarin Glendi, ta fajse zakonisht në këto lidhje Glend, përsa i përket ekipeve çfarë të reja skemi, përsa i përket merkatos, përforcimeve, ndeshjeve në turin e dytë, Skënderbeu, Kuksi. Skënderbeu luan me Crusaders, pra e ka bërë të ditur listën. Do të kemi Salin, një prurje që ka javë, që i është bashkuar kësaj skuadre, do tjetë për momentin vetëm për Ligën e Kampionëve, shpresohet në kampin Korçar që të jetë edhe për kampionatin, por kjo do të zgjidhet mbas aventurës së Skënderbeut në Champions, ndërkohë që ka afruar edhe një sulmues bullgar, Hristov. Në fakt ne nuk e kemi emër dëgjuar, por ka luajtur në kampionatin kroat me Rijekën dhe ka zhvilluar edhe 5 ndeshje me përfaqësuesen bullgar në të shkuarën, pra duhet një element të paktën për sa i përket skedës personale, një lojtar që mund të bëjë diferencën. Se sa do ta bëjë, do ta shohim fushën e lojës, por Glen thonte Korça tek Skënderbeu që si këtë vit nuk janë kompletuar asnjëherë dhe mendojnë që ekipi do shkojë larg. Është e qartë Altin, sepse edhe në kampionat, po ta shihje, i vetmi repart disi i cunguar, ta quajmë kështu, sepse Olainka sigurisht bëri mirë në shumë ndeshje, ishte pjesa e sulmit, pra ndërkohë që me Salin, por edhe me Hristov, nëse është në formë edhe nëse është ai lojtar që të paktën duket në videot që ne kemi parë në YouTube të gjitha me radhë, atëherë ka mundësi që të jetë ekipi më i kompletuar që Skënderbeu ka dërguar ndonjëherë në Ligën e Kampionëve, sepse pjesa tjetër janë lojtarët, pra nuk diskutohet Vangjeli, Osmani, Emerald, kapiteni Shkëmbi, Shej, domethënë pjesa tjetër është e ka të kompletuar Skënderbeu me Arapin nga e Majta. I vetmi element ishte sulmi, duket sikur e ka. Shpresojmë Crusaders janë kampionët e Irlandës Veriut, duket Irlanda Veriut gjysmë amator. Jo gjysmë amator, por shumë sert ka thënë Josa. Vitet e fundit Altin Irlanda Veriut e ka arritur futbollin saqë edhe në klasifikimin e FIFA-s nuk ishin shumë larg nesh, domethënë ne ishim për herë të parë 36-it, Irlanda Veriut mos gaboj ishte 3-4 pozicione poshtë nesh, kështu që e ka arritur futbollin dhe nuk duhet merret absolutisht për e sigurt sepse nuk e kemi luksin të nënvlerësojmë askënd, kam përshtypjen. Absolutisht nuk kemi luksin, por ne shikojmë se çka kanë bërë ekipet shqiptare këtë javë në Kupat e Europës.
Tre skuadrat shqiptare të impenjuara në Ligën e Europës, Kuksi, Laçi dhe Partizani, do të zbresin sot në fushë për të zhvilluar sfidat e kthimit. Në kampionët e Shqipërisë vinë pas fitores 2-0 në takimin e parë dhe do të kërkojnë të mbrojnë me të gjitha mënyrat rezultatin e arritur në Qemal Stafa. Megjithëse nuk do të jetë një mision i thjeshtë. Trajneri Troizi do të aplikojë skemën taktike 4-2-3-1, e cila mund të shndërrohet fare mirë edhe një 4-5-1 kur skuadra mbron. Stazhilla do të jetë në kuadrat, mbrojtja do të formohet nga Hallaçi, Muça, Malota dhe Mici. Përpara tyre do të vendosen Shameti dhe Musolli, ndërsa Jefferson, Karioka dhe Flores do të lëvizin pas krave të Pero Pejic. Partizani do të ketë ndoshta detyrën më të vështirë pas disfatës 3-1 në Norvegji përpas Strom Gosset. Starova do të ndryshojë mënyrën e lojës, ku do të luhet me një modul më ofensiv 4-3-3. Alban Hoxha ende jo në maksimum të sakrifikojë duke e nisur nga minuta e parë. Reparti defensiv do të përbëhet nga Fizollau, Bicaj, Vrapi dhe Kalari. Vila, Batha dhe Mazrekaj do të rreshtohen mes fush, kurse sulmi do të përbëhet nga Treshja, Fazliu, Račić, Plaku. Megjithëse kualifikimi duhet një operacion i vështirë, futbolli ka pranuar edhe përmbysje më të mëdha. Laçi pas barazimit me gole në sfidën e parë në Kurbin, do të tentojë kualifikimin në Baku dhe duke parë mënyrën se si u zhvillua ndeshja e vajtjes, kualifikimi nuk është një utopi. Trajneri Cungu me shumë gjasa do të rreshtojë këtë formacion. Është kualifikuar Dalipi Kuksi, një skuadër e cila tashmë ju keni qenë dhe ndihmë stranjerë të Kuksi dhe njihni mirë ambientin atje. Pak më parë shkruajti historinë në futbollin shqiptar, ku vajti deri gati në fazën e play-offit. Shiko, tani Kuksi ka, të themi, se ka si detyrë shtëpi e kalimin e turit parë. Të them në këtë prizëm sepse e njoh ambientin aty, njoh temperamentin e presidentit që kërkon, jo se kërkon me çdo kusht kalimin e turit të parë, por e bë ekipin, e formon ekipin që të kalojë të eci sa më shumë në Kupat e Evropës. Dhe po ta shohësh këtë, domethënë edhe këto lojtarët brazilianë që janë afru, pothuajse kanë qenë pothuajse të goditur, i kanë pasur të dyja neshjet që janë zhvilluar si në Tiranë edhe neshje kthimit, janë lojtarë që ja vlen edhe janë ambientuar shumë shpejt me ekipin. Domethënë marrin përsipër fazën sulmuese, domethënë Kuksi po ta shifsh edhe në neshjen e kthimit atje në Bielorusi, domethënë krijoi vërtet Torpedo kishte volum loje, por rastet më pas ai i kishte Kuksi duke humbur edhe 11 Janë lojtarë cilësor këta që kanë ardhur? Domethënë me këto dy neshje që sa kemi parë, domethënë duken lojtarë cilësor, lojtarë që do ta ngrenë ekipin shumë lart. Normale shoh Kuksin se edhe vjet, nëse ku isha prezent u eliminuan vjet për shkak na qelloi edhe pun fati sepse kemi luajtur me një ekip shumë të fortë, me një ekip Kazakistani me Almatin, duke pa këtë turën e parë ky Almati eliminoi Crvena Zvezdën, domethënë Rafi në Serbi 3-0 dhe Rafi 2-1 dje. Ishte fati vetëm golavrazh ishte. Po. Por them këto vite e fundit, jo vetëm Kuksi, po gjithë ekipet shqiptare po bën një paraqitje dinjitoze në Kupat e Evropës. Ndoshta jemi mësuar me atë idenë që do humbshin shumë thellë, kurse tani përshtypje, domethënë edhe fjalë të mira thuan edhe për Laçin edhe për Partizanin. Okej, do flasim për këto, po pas reklamave të shkojmë. Po. Na kërkojnë. Jemi në Sport Magazin, jemi në pjesën e dytë të emisionit, po flasim për Kupat e Europës. Avokat, si pe këto kupa? Me thënë të drejtën pash Partizanin, më erdhi keq që humbi. Duket që kemi Partizanin. Po, unë jam tifoz i vjetër i Partizanit. E ndjek, e kam ndjek, sidomos mbasi. Sepse Partizani kishte performancën Urdhë? si vjet. E kam ndjekur që kur ka dalë në superior, e kam ndjek rregullisht. Okej. Mendoj se Partizani nuk luajti keq. Djem të ishin të mobilizuar. Në Tiranë luajtën mirë. Mendoj që ndeshjen atje nuk e kam pa, me thënë drejtën. Në Tiranë ata luajtën mirë, luajtën mobilizuar, po kjo është i çik edhe punë psikologjike kur je në dizavantazh të 2 golave, o burra të dali goli s'del, edhe çdo minutë që ikën të jep presion. Gjithsesi më pëlqyen disa lojtarë, Fazliu, ai serbi Račić, ai Sabino Plaku, humbi raste plot, Mazrekaj, po nga njerë futbolli është dhe fat, gjithsesi ata e meriton. Po nuk ishte ndeshje për të humbur. Si lexove këto kupa Europë, paktën deri në këtë moment,
turin paraeliminator të Europa League. Tani dal nga dal po krijohet një traditë, domethënë duke rritur edhe kombëtarët duke rritur, edhe ekipi kombëtar duke rritur, edhe në UEFA, edhe kampionati shqiptar duke bërë sa më i bukur, më i fortë, atëherë edhe ekipet shqiptare dal nga dal po atë që të kalojnë domethënë jo të jenë kalimtar në Europë, por të kalojnë Mbaj mend para disa viteve humshin thellë. Po, të kalojnë domethënë të kalojnë paktën Tani në turën e 4 play-off dhe Skënderbeu. Fjalët më të mira, domethënë fjalët më të mira dhe më kështu i takojnë Kuksit, sepse është nga të tre këto ekipet është ekipi që u kualifiku bindshëm, edhe normale nuk lë pa përmendur domethënë se kur them Kuksi, domethënë nuk janë bashkëtar, domethënë edhe Laçi me sa edhe presidentin e saj Safet Gjitsi. Domethënë nuk e them për kështu, po është një president që një poet i madh shkruan, në qoftë se dikush të të bën një nder, shkruan në rër që të vi dallga edhe ta marri këtë, do mos merret vesh e kushtet. Në qoftë se dikush të bën një nder, dikush të bën një nder, atëherë gdhende në gur që mos harrohet kurrë. Edhe Kuksi duhet ta gdhendi emrin e Safetit, domethënë do ta gdhendi aty përballë malit Gjallicës, do ta gdhendi që Dalipi poema që me atë që ka bërë, domethënë Kuksi domethënë vërtet do të gdhendi, domethënë ka bërë shumë për këtë ekip, edhe domethënë ju uroj gjithë mirat. Është mirë me jetë futbolli femrave në Europë, kemi pas sa rezultate çuditshme. Rezultate çuditshme. Megjithatë, rëndësishme është të marrësh pjesë. Të marrësh pjesë, kështu justifikojnë, gjithmonë. Megjithatë, futbolli femrave tashmë si u ka një rritje. Edhe këtu. Edhe këtu, dhe në Shqipëri. Dhe mendoj që viti që kaloi nuk është se pat një paraqitje si para disa viteve, pat një paraqitje më të mirë. Këtë vit mendohet përsëri më mirë, edhe këtë fat falë dhe investimeve ka Vllaznia, ekipi Vllaznisë femrave. Gjithmonë ne presim rritjen jeni shikoni gjithmonë futbollin e meshkujve si ai futbolli që ju inspiroheni dhe doni të arrisni që të arrisni nivelin, sepse ju merrni pjesë në një komunitet tjetër që jeni gjithmonë bashkë. Ju jeni ndër ata presidentë më të vjetër që keni filluar gati afro 10 vjet që jeni në futbollin e femrave. Është tjetër të marrësh pjesë atje, është e vështirë, si është? Normalisht është shumë e vështirë të marrësh pjesë, dhe unë nuk e kam patur fatin të jem të dalë në Champions League, këtë fat e ka patur Ada dhe më vonë Vllaznia. Është shumë e vështirë sepse infrastruktura dhe organizimi është në nivelet më të larta, ashtu siç nevojmë për gjërat minimale këtu. Unë kam parë ndeshjen SBA Japoni në finale, ishte një organizim i futbollit femrave nivelet të jashtëzakonshme, ku duke që niveli nuk lunin femra, lunin. Edhe Lipi? Edhe shikueshmëria, mjekja. I kam ndjek, i kam parë edhe gjysmëfinale kur eliminu Gjermania. Kanë shumë ngritje edhe futbolli femrave në botë. Nuk mund të krahasoj, sepse ndoshta mund të luajnë edhe me një ekip meshkuj, futbolli femrave ka 100 vite në botë, që është i zhvilluar. Do vi aty domethënë zoketa si lloj dallimi. Drejt asaj po shkojnë. Ka rritje. Futbolli femrave në botë ka 100 vite, ndërsa teknik ka 10 vite. Dhe këto 10 vite ka një ndryshim. Mund ta kujtoni edhe ju vetë në hapet e parë kur u bë organizimi parë marrë kombëtar, edhe me sot futbolli femrave ka një rritje të kënaqshme. Okej, shikojmë një sert lidhur me futbollin e femrave. The name of the game. 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 Tashmë kampionati kombëtar i futbollit të femrave në Shqipëri është një realitet. Mes 12 skuadrave pjesëmarrëse, kampione u shpall Vllaznia e Shkodrës, e cila grumbulloi plot 66 pikë, ndërkohë nën kampione e Shqipërisë u shpall skuadra e Kuksit. Kjo skuadër arriti një rezultat me gjithmonë interesant, sepse ishte pjesëmarrëse për herë të parë në kampionatin kombëtar shqiptar. The name of the game.
the game. The name of the game. 1, 2, 3. E veçanta e futbollit të femrave vjen sërish nga qyteti i Shkodrës. Shkodra sërish është një maternitet futbolli, si për meshkuj ashtu dhe për femra. Qyteti më i madh verior, ka 4 skuadra në kampionatin ton të futbollit. Vllaznia, Jubandania, The Door dhe AAS. Ashtu si në edicionet e kaluara, edhe këtë vit u duk një ngritje e nivelit futbollit të femrave. Disa nga futbollistët e kampionatit ton janë thritur edhe në ekipin përfaqësues nga trajneri Altin Rakli. Madje disa nga vajzat kanë qenë protagoniste në fitoret e Shqipërisë. Çfarë goli, duhet mësoj dhe meshkujt nga këta gole. Super gol. I Arbenora Robelit, lojtarës kombëtare, cila luan në Norvegji. Është pjesë e kombëtares. Altin Rakli ka bërë një përzgjedhje të mirë të këtyre vajzave. Pjesa kryesore janë nga Kosova, pasi niveli i futbollit femër në Kosovë është më lart se tek ne. Tek ne ndoshta mungon ai masivizimi duan për të arritur që vajzat të jenë sa më aktive dhe ne të kemi mundësi. 4 ekipe në Shkodër, zoti Jaku, 4 ekipe në Shkodër, shumë prodhim ka. Shumë prodhim. Shkodra është një fabrikë që prodhon sportista, artista, kështu që ka një kulturë të gjerë. Për ta mbyllur edhe suazën e futbollit femrave, a ka element cilësor që janë gati që të shkojnë edhe trokasin nesër në dyert e kombëtares? Ka vajza, ju jeni çdo ditë atje në terren. Atëherë kombëtaria shqiptare është dhe kombëtaria e rritër dhe U19, që do thotë ka një zinxhir, ka një vazhdimsi. Dhe së shpejti, sipas informacioneve, do ketë dhe U17, pra kombëtarja futbollit femër do të krijohet i zinxhirit nevojshëm. Ka element që janë gati dhe po ka element, pasi ka tash shikojmë një interesim të gjinjës femërore që të jetë pjesë e futbollit, duke parë dhe si thosh dhe vajzat pjesëmarrëse, sensibilizimin e mediave, që është një gjë shumë e rëndësishme, ka interesim të femrave për të qenë pjesë e futbollit. Si shikon femrat kur luajnë futboll, avokat, me këto gola spektakolare? Me thënë të drejtën, një ndeshje kam parë, ndeshjen me Greqinë. Me Greqinë se lë, gjithmonë. Jo, e kam ndjek sinqerisht qillovi, nuk është se i kam ndjek ekipet e femrave, nuk mendoj se aty patjetër. Por kam dëgjuar që në këto ndeshje ndërkombëtare nuk kam pas rezultate, por gjithsesi është vetëm fillimi, gjithsesi është sukses i madh që ne bëkemi kampionat, pas kemi vite që bëjmë kampionat femër. 12 ekipe. Them se kemi nivel modest akoma, por jemi në fillim, mendoj se do sfikasin të aty talentet. Ai goli ishte i jashtëzakonshëm. Pëlqeu, e shijove. E kam parë live. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dalipi, lidhë kthehemi edhe një herë historisë. Do ishte shumë mirë për futbollin ton nëse në këtë moment ne të kemi një balans midis rritjes së ekipit përfaqësues dhe rritjes së klubeve shqiptare, që do të thotë jo vetëm kombëtarja është gati për të vajtur në një event të madh, por dhe klubet shqiptare tashmë të shkojnë në një nivel tjetër. Normale, kjo është më se e logjikshme, por do të ngjisim dhe do të jemi koshient, do të ngjisim shkallën një nga një. Nëse thash pak më parë, po kemi ekipet shqiptare po arrin stadin që të kërkojnë të kalojnë 1, 2, pse jo dhe 3 ture. Tre ture në Europë varet ku në Champions League, në Europa League. Jo, Altin, unë mendoj që unë jam optimist për kampionatin shqiptar. Normale, ka rritje vitet, po shohim që po mbushin stadiumet.
janë disa shenja të mira. Ka rritje, ka dhe cilësi, Dhe performanca Nuk të vjen kot njeri në stadium, ju po shifni që derbi Partizan Tirana po mbushë stadiumi plot. Ndeshje të rëndësishme në Korçë, në Kukës, po shohin që ka stadiumi mbushët plot. Kështu që unë mendoj që edhe kampionati shqiptar do vi drejt konsolidimit. Jam optimist. Natyrisht që do ketë gjithmonë ikje të elementëve cilësor, edhe unë mendoj që kombëtarja gjithmonë do jetë në nivel më të lartë, me që ju rikthym kombëtares nuk mund të rri pa përmend diçka. Mediat serbe kanë sulmu shumë ashpër trupin gjykus. Trupi gjykus i Lozanës ka qenë i përbërë nga 3 gjyqtar, kryetar ka qenë arbitër italian, ky është kryqëzuar së tepërmi, edhe kanë qenë 2 gjyqtar tjerë, një anglez dhe një gjerman, kam lexuar si vitet të treve, janë gjyqtar me personalitet të madh, janë gjyqtar që në mënyrë absolute nuk mund të ndikojnë nga pala shqiptare. Pala serbe vetëm këtë gjë mund të bëjë, nuk ka kështu që sulmi që i bëhet është absolutisht krejtësisht i padrejtë, edhe i pa motivuar. Të tre kanë dhënë një mendim të jashtëzakonshëm dhe nuk ka aty vend për të spekuluar ose për të akuzuar për subjektivizëm. Madje unë e them dhe një herë që për konformizëm është marrë dhe gjoba për 100.000 euro për dronin, sepse nuk ka asnjë përgjegjësi. Pala shqiptare, kush do mund dali dikush të çojë një dron atje dhe në fund flamur ishte. Dhe kjo është, po Dalip. Është domethënë të kthehemi te përsëritje kampionatit shqiptar, domethënë vërtet nga viti në vit, domethënë sidomos ky vit i fundit për mua, domethënë me kështu kanë qenë ndër kampionatet më të bukura. Normale nga viti në vit, domethënë duke qenë nuk kemi ne, domethënë me 10 skuadra është formula më e dur, por duhet gjesh, duhet vjen edhe disa që ose do bëhet një formulë më saktë për ekipet, domethënë ekipet mes tabele që domethënë fillojnë edhe lëshojnë. Nëse do bëhet domethënë me 10 ekipe, po të gjendet një formulë që deri në fund kampionatit, deri në neshën e fundit, domethënë asnjë ekip mos lëshojë, atëherë kampionati do bëhet shumë i bukur, do bëhet shumë i fortë, do ketë si rritje cilësie, domethënë edhe spektakël. Se ne faktikisht pam që ekipet të fundit e bën kampionatin shumë interesant. Pam ekipin e Apollonisë, që doli nga kategoria, por luftoi ndershmërisht dhe dha rezultate surprizë dhe i dha bukuri kampionatit. Mori pikë të rëndësishme. Absolutisht ishte një ekip që prodhonte dhe talente. Normalisht. Mendon që kjo rritje e kampionatit do ndikojë edhe tek kupet e Europës, tek ekipet tona? Absolutisht po. Do reflektoj, sepse edhe Laçi që u eliminua këtë vit, ka zhvilluar një ndeshje të jashtëzakonshme me Inter Baku. Në qoftë se tham pak më parë, domethënë që u bë një kampionat shumë i bukur, domethënë kjo u pa direkt ndeshjet e turit parë të Europa League. Edhe këto që mundën me dinjitet. Partizani u eliminu dhe Laçi, domethënë të dy dolën koklar. Domethënë u eliminun edhe për fat. Edhe për fat. Sepse nuk kishin ndonjë domethënë kundërshtar, nuk ishte shumë lart atje, por domethënë duhet ta pranojmë në futboll është edhe çështje fati. Kam përshtypjen që futbolli shqiptar ka luajtur dhe fair, drejt, dhe kjo është shumë e rëndësishme në kupet e Europës. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Më shumë se sa loja në fush, por që lojtarët kanë luajtur futboll drejt, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është saktë. Sepse në kompeticionet të tjera ndonjëherë ekipet shqiptare janë stigmatizuar dhe ku ka pas akuza që qëndronin, me thënë drejtë. Partizani për shembull u mund në Angri gol minuta 94, që mund bëhet fjalë aty. Nuk ka rezultat të lëndë. Zhvilloi dhe ndeshje të mira, natyrisht, bëri ndeshje shumë të mirë. Domethënë mund të nuk është sepse akuza do ketë gjithmonë, nuk është se por problemi qëndron sepse të gjithë ekipet shqiptare që po marrin pjesë në Europa League, domethënë në këtë vit të 3 ekipet atje tregon një rritje të futbollit shqiptar. Domethënë po të shifshet ndeshjet direkte, ndoshta nuk e kanë parë ndeshjen e kthimit vetëm me Kuksin i kanë parë të dyja ndeshjet, kurse kanë parë ndeshjen e Laçit, ndeshjen e parë këtu dhe ndeshjen me kështu e Partizanit, ndeshjen e kthimit, domethënë kanë qenë si Laçi edhe si Partizani kanë qenë superior në dyja ndeshjet me ekipet kundërshtare. Dhe kjo është e rëndësishme dhe unë shpresoj shumë te Skënderbeu këtë vit.
Që do zhvilloj do ketë një, base mund të kapit Do e më thënë, vjeshta. shiko, Dhe ishte bukur që të lunin futbol skuadrat shqiptare edhe në vjeshtë, sepse është gjithmonë edhe, verë. do më thënë, ne, sidomos sportistat, do më thënë, jemi edhe pak shu supersticios, edhe, do më thënë, po ta kapësh edhe... Se po e theti Dalipit del gjithmonë. Edhe atë vit, për shembull që Kuksi shkoj larg, do më thënë, e filloj në këtë mënyrë. Do më thënë, filloj gjithmonë neshet mrena, i bite shorti neshën e parë mrena dhe ndeshën e dytë e jashtë. dytë jashtë. Dhe kjo e favorizonte, nuk ishte në favor apo disfavor, apo është psikologjik më shumë? Ana psikologjike, sepse më shumë edhe këtë vit, do më thënë, përsëri neshë e parë ka mrena. Do më thënë, edhe them edhe Kuksi, edhe Korça, them se mund ta përsërisim prapa dhe se mos ka në lëvizje në lojtar në diçka nga lëvizjet e Merkatos në Shqipëri dhe jo vetëm, prandaj shkojmë edhe një herë te Glendi Tafaj, i cili gjithmonë është në çdo moment gati. Glend ka një zhvillim për sa i përket rrjeteve, zhvillimeve, po? Unë do t'jap dy përse Jo një, dy përse përket lojtarëve që kanë lidhje me Shqipërinë dhe dy tjerë që janë lojtarë me emër në botë. Hysaj është rikthyer interesi Napolit për këtë lojtar. Ishte në fillim të Merkatos një martesë pothuajse e kryer, pra sepse Napoli tashmë ka ish trajnerin e Empolit Mauricio Sarri në stol, e donte me çdo kusht Hysajin, por më pas pretendimet e Empolit bën që të largojë Napoli nga kjo pistë, por në krahun tjetër ju vu skuadra napoletane dhe klubi ju vu Zalikos pra mbrojtësit Sassuolos dhe Sassuolo kërkon shumë, kështu që është rikthyer tek Hysaj, shpresohet të arrijë një akord diku për 6 milion euro, Sassuolo ajo Empoli kërkon 8, por në fakt mund të mbyllet gjithçka për 6 milion. Është lojtari më i kërkuar në fakt në treg, për sa i përket shqiptarëve së bashku. E pabesueshme ishte edhe lajmi Chelsea që në faqe zyrtare Chelsea News që atje e pëlqejnë dhe e krahasojnë me Jo, sondazhe kryen gjithë, patjetër, ajo ishte një lajm bombastik sepse Chelsea është një klub i madh. Natyrisht dhe kjo mund ta ngrejë vlerën në treg, por është patjetër, dhe kjo ndoshta mund të ketë edhe dërguar Napolin të rrisi këto lëvizjet për t'u afruar sa më shumë Hysajt dhe mos qëndroj i fjetur sepse mund ta humbas, e kërkon dhe Fiorentina, mos harrojmë për është një lojtar që sigurisht paraqitjes së tij sezonin e shkuar me Empolin, që tashmë kërkohet nga shumë klube. Gjithashtu, Shaqiri është pothuajse larguar nga Interi, pra do të shkojë tek Schalke 04, është gjetur akordi me futbollistin, Interi mund të mbyll gjithçka për huazimin, ishte një aventurë 6 mujore tek Zikaltit, për fat të keq jo e mirë dhe do të rikthehet me të gjitha mundësitë në Bundesliga pra tek Schalke. Kemi kalimin e Schweinsteiger tek Man United pra për 20 milion euro, futbollisti ka firmosur një kontratë 3 vjeçare, 10 milion euro në sezon, një lëvizje sigurisht për vetë Schweinsteigerin emocionuese sepse është rritur tek Bayern Muniu dhe për herë të parë sot që është 30 vjeç largohet nga ky klub, ashtu si Altin pas 25 vitesh Iker Casillas i thotë lam të mirë Real Madridit është zyrtarizuar kalimi tek Porto. Edhe është lojtari më i shtrenjtë në historinë e futbollit portugez, dhe kjo është më e rëndësishme. Në lojtari më i shtrenjtë pa diskutim, por të vjen keq që të shohësh Casillasin me bluzë tjetër, po ja që futbolli kështu e ka. E di që i ke qef portierët, do të shikosh se i ulin qepenat gjithmonë. Casillasin më shumë se të tjerët. Si ish portier që ke qenë? Casillasin më shumë se të tjerët. Okej, Glen, falenderoj. Do më lejosh të them dhe një impresion personal për lajmin që u dha Pardea, kur u dha lajmi. Sapo kam dalë nga një gjyq, një kolegu im më tha lajmin, e kam përqafuar, e kam marrë, e kam qerasur dhe atë besojt për kë jam gëzuar më shumë. Jam thuaj. Të parët që kam sjellë në mend kanë qenë lojtarët e ekipit kombëtar. Jam gëzuar si për fëmijët e mi, për ata grup djemsh të mrekullueshëm që na kanë përfaqësuar me dinjitet në Serbi, jo vetëm me futboll, por dhe me qëndrimin e tyre, me sjelljen e tyre. Absolutisht ka qenë një ndeshje historike, Ferdinand, që do mbahet mend gjithmonë. Dhe edhe pse mos ta themi në fundi dhe me patriotizmin e tyre. Një ndeshje historike, normalisht dhe finalizimi me 3 pikë favor tonë ndan e forcon këtë histori që do jetë në kujtesën e shqiptarëve normalisht, dhe shpresojmë që kjo ndeshje të finalizohet dhe me pjesëmarrjen në Europa 2016, që do ishte një super histori. Natyrisht, Dalipi, po duhet ta fillojmë që nga Danimarka. Në Danimarkë është ajo ndeshja më e vështirë. Shikoj dhe reagimin e trajnerit danez, Olsen, i cili thot që në këtë moment
pse ju dhanë pikë Shqipërisë? Është Normale që vështirë. Danimarka shef dhe nuk shef në interese vetë, në interesin e Danimarkës ishte që Shqipëria mos i merre këto 3 pikë. Por, normale, domethënë, duke ditur, ne në qoftë se kemi një barazim, edhe këtë barazim që kemi me Danimarkën, për punë fati e kena marrë këtu në Elbasan Arena. Mund ta kishim fituar si ndeshje. Kishim dhe 2-3 raste të mira. Para se ka barazu, ne duhet ishim me 12 pikë. Por futbolli ka të tjera, nuk bojnë, zoti me i dorë të hethe me tjetër të pretë, kështu që ato që ka nik. Problemi është, kjo neshje, është neshje fillon malore për ekipin tonë kombëtar. Malore? Fillojnë neshjet malore. Neshja me Danimarkën është neshja më decizive, në qoftë se me rezultat pozitiv, aty danezët mos harroni që danezët kanë përfituar nga ngjarja e Serbisë, sepse ka luajtur me një stadium të zbrazur në Serbi. Nuk është pak. Megjithatë shkojmë Danimarkë, vetëm ajo që më trem pak ma vraj në mbrojtje. Do të desha që ai lojtariste aty. Shiko, problemi që ndron De Biazi ka kriju një grup që në qofse në kohën tonë, kur lushim me ekipin kombëtar, do të thoshe për mungot e filani, trajneri bëhesh me dhimbje koke. Kurse në këtë moment... Ka aspirina tani? Jo ka aspirina, për ka aspirinat, i ka markat të huja. Kështu që nuk e vret menin normale, gjitha cili ka atje, por ne e pam edhe neshe me Fransën. Vërtet, nuk lujtën ata lojtarë që kështë lujtë këto eliminatorë. Titular nuk lujtë. Po, a di pse jemi dhe më të fort në këto? Po, pikërisht kjo, vetëm kështu rritet ekipi ka sukses. Jo vetëm kaq, po nuk mund të ri pa përmend një diçka tjetër. Unë do ju them juve që kam lexuar disa artikuj të viteve të para të shekullit të kaluar, kur ne na morën trojet tona dhe thoshin marrja që ju bë Shqipërisë e Kosovës është njësoj sikur i hoqën një krah dhe një këmbë. Tash ne jemi bashk, e kemi edhe krahun edhe këmbën. Edhe kemi lojtarë se jemi kom më i madh, jemi kom më i fuqishëm dhe ekipin kombëtar dun serbët do e kemi më të fuqishëm. Sepse kemi ata zemërluanët aty, shqiptarë e kosovarë bashkë. Jo vetëm, kanë ardhur nga Maqedonia. Edhe nga Maqedonia. Ali në krahun e majtës. Kështu që Shqipëria tashti është me këmbë me dorë, është e kompletuar, edhe nuk kanë më frikë çunat tanë, lozin si të barabartë. Edhe unë nga këto 4 neshje do dëshiroja ta rrifshim Serbin këtu. Pa tjetër. Po pse e cilëson Serbin? Ta cilësoj sepse janë sjellë shumë padrejtisht me ne. Ai del kryeministri kosovar, del serbe thotë do vim t'ju rrafim aty brenda. Nuk do na rrafim. Në fakt ishte batuta e Ramës ishte shumë e bukur që i tha që nuk do luajmë ne, do luajnë lojtarët. E para, e dyta është serbët në fakt kanë ekip të mirë. Unë pash neshjen në Danimarkë edhe pjesën e dytë e vu në vështirësi të madhe ekipin danes në fund dhe me kundërsur bën një gol, ekipin e kanë të mirë, po djemë tanë dojnë superior, se do luajnë me kurajo, do luajnë me vendosmëri. Kështu që, sikur t'i humshin të 3 neshjet e tjera, vetëm po të fitonin me serbit, unë do isha shumë i kënaqur. Kur që mund të thoja, më rëndësishme në atë ndeshje ishte që Shqipëria të ruaj qetësinë, të ketë ndeshje të qetë, sepse do ketë provokime dhe natyrisht. Unë besoj që tifozat shqiptarë nuk që mos përsërisim një shkojmë deri në Lozan sërish. Që në Shqipëri luajnë janë rreth 10 lojtarë serbë që trajtojnë shumë mirë. Po, Ivan Gvozdenović. Janë integruar shumë mirë. Nuk luajnë ai Račić luk me kosovar atje dhe trajtojnë shumë mirë, kanë raporte shumë të mira. Shqiptarët nuk kanë fobira të tilla. E kanë treguar dhe unë jam i bindur që ndeshja në Shkodër nuk do ketë, natyrisht do ketë tifozlik, por nuk do ketë çfaqje të atilla. Okej, jemi në fund, batuta e fundit Dalipi. Batuta e fundit. Shkojmë apo jo? Shqipëria në Francë edhe të futet Korça me Kuksi në grup. Interesante të dyja. Në Shkodër do jetë fest ndeshja me Serbin? Do jetë fest. Shpresojmë mos të ketë probleme, edhe të shkojmë në Francë. Ne në Shkodër kemi rraf kombe më të mëdhej se Serbia. Kemi rraf Rusin me një ndeshje mrekullueshme, mos gaboj 3-1. Okej. Falenderoj avokat, falenderit Dalipi, falenderit zoti Ferdinand, që ishit gjithë dhe diskutuam këtë mbrëmje. Natyrisht, po kalojmë një verë të bukur me
lajmet mira nga përfaqësuesja me skuadra shqiptare që kanë një ëndër për të vazhduar rrugën në Europë. Ne do flasim sërish javën e ardhshme për futboll dhe për sport më gjerë. Deri atëherë ju të kaloni shumë bukur.